Fshati Kosmaq në bashkinë e Vau të Dejës është i njohur për zhvillimin e bujqësisë, sidomos për prodhimet në sera, të cilat kanë marrë një rëndësi të veçantë vitet e fundit. Banorët e zonës janë fokusuar kryesisht në kultivimin e perimeve të freskëta në ambiente të mbrojtura sera, duke përfituar nga kushtet e favorshme klimatike dhe toka pjedhore. Një prej fermerëve më përvojë, 77 vjeçari Shoqëri Hasani, tregon se prej rreth 50 vitesh merret me bujqësi. Ai thekson se prodhimet që kultivon janë tërësisht bio dhe pa përdorimin e kimikateve të dëmshme, çka i bën ato të kërkuara në treg. Unë qysh në 65-ën kam punu bujqësi, kooperati bujqësore, edhe të shqia demokracia, jena morë me këta punë tjera prap se prap. Pra bujqësi se bujqësi, kena prodhimet mira, edhe me shit kena shit mirë boll. Sot për sot i kena bishtaj edhe domate. Si tokë është shumë prodhuese, e bjen bimen shumë shpejt. Gjithmonë ka kënë traditë ju në kja perimja, çdo lloj bimet që të millet, çdo lloj bujqësie që bëhet këto është e mirë. Sipas tij, një pjesë e madhe e prodhimit shitet me shumicë në Shkodër, ndërkohë interes për këto produkte ka edhe nga tregtar të cilët vinë nga Tirana, Fushkruja dhe Mëxhër, për t'i blerë direkt në fshat. Po prej Tiranës, prej Fushkrujet, e tregtojnë ata mëndajnë për vendet veta. E shesin e tregtojnë edhe shumica në Shkodër, në qytet, shitet shumë mirë. Investimet në sera kanë ndihmuar fermerët të rrisin prodhimin gjatë gjithë vitit, duke mos u varur vetëm nga stinët. Në përgjithësi, bujqësia në sera në Kosmaq po kthehet në një burim të rëndësishëm të ardhurash për familjet e zonës dhe një faktor zhvillimi për ekonominë lokale.